duket pak si hipokrite të flasin emigrantët për çështje që kanë të bëjnë me Shqipërinë, por mësuam ne Shqipëria është pjesë e jona. Dhe ato pak gjëra të bukura që na kishin ngelur nga Shqipëria dhe personalisht ne emigrantëve na rikthenin në vendin ton her pas here, përveç familjarëve tan sigurisht. Duan të na i marrin, si çdo shqiptar tjetër, nuk ka rëndësi emigrant apo edhe ju që jetoni aty në Shqipëri. Mendoj që ju kanë trashëtuar shumë lajmet e fundit. Dhe unë personalisht nuk dua të flas shumë mbi politikën ose çfarë ka të bëjë me politikën, sepse nuk jam as kompetente dhe as nuk kam informacionin e duhur për të folur rreth kësaj teme, por nuk doja ta kaloja këtë pa një mesazh dhe unë jam me të vërtet jashtëzakonisht shumë e lumtur që shqiptarët edhe një herë janë duke u mbledhur bashkë për një të mirë të përbashkët dhe shpresoj që kjo betejë të fitohet nga shqiptarët dhe jo nga ata që kanë interesat e tyre personale, se në fakt toka nuk duhet i përkasi vetëm një personi të caktuar apo grupe personash të caktuar, por duhet i përkasi dhe të jetë në shërbim të gjithë popullit. Dhe ajo tokë patjetër që u përket shqiptarëve dhe shpresoj shumë që t'u jepet rëndësia e duhur këtyre temave, ashtu si kur duan krijojnë ligje dhe u japin rëndësi temave të cilat nuk janë as në fund të listës për shqiptarët. Sepse ka problematika shumë më të mëdha Shqipëria për të marrë sesa ligjet që dalin her pas here, të cilat nuk dua fare që t'i përmend sepse okay, dhe ato i përkasin komuniteteve të caktuara, por mendoj që janë problematika shumë më të vogla sesa këto të tjera. Do na humbasi identiteti dhe nuk do marrim më vesh se kush jemi dhe nga vi. Dhe për të vetmen gjë që ne krenohemi që jemi shqiptar dhe e themi me gojën plot se sa krenar që jemi, edhe këtë duan na e marrin.